Ky procesi I rinumërimit sigurisht ka shkaktuar edhe vonesa në certifikim të rezultateve, rrjedhimisht edhe në formim të institucioneve të vendit. Besoni se mund të ketë një farë forme të quaj kështu rrezik për të pasur edhe zgjedhje të reja në rast se nuk arrit një marrëveshje për çështjen e presidentit apo presidente, sepse numrat edhe për kuvendin edhe për qeverinë kësaj radhe duket jenë. Sigurisht ajo çfarë ka psuar këtë rast është shteti ose qeverisja është dëmtuar, ose nuk është funksionale, ose është gjysmë e paralizuar për arsye sepse kemi një qeveri në detyrë për afër një viti dhe vonesa në këtë proces thjesht e dobëson fuqinë ekzekutive edhe thjesht e bën domethënë veprimet ose planet ose që sot pash një plan zbatimi ose plan financimi të Bashkimit Evropian që ishte në vlerë rreth 180 milionë euro. Pikërisht Kosova nuk kishte marrë pjesë, ishte 157 milionë. Ishte një plan ku ishte kjo në këtë përfitim ne nuk kishim pjesë për shkak se nuk kemi institucione aktive, nuk kemi institucione të cilat janë qeverisë të cilat janë me mandat plot ose me mandat edhe kjo e dëmton. Ne këtu po morëm këtë rast ekonomik, pastaj në raporte të tjera ndërkombëtare, në raporte brenda vendit, në raporte kur ne dijemi çfarë rreziqe që jemi gjeopolitike ku mund të ketë edhe të tjera provokime ose situata, të cilat qeveria ka vështirë të veprojë një veprim unik të shpejt ose veprim I cili duhet të ketë forcë ligjore. Kjo e dëmton dhe vonesat e tilla e dëmtojnë edhe më shumë. Por kjo nuk e frenon ose thjesht nuk e pengon krijimin e qeverisë të shpejt, pasi duke që me fundin e kësaj jave do të përfundojnë edhe rinumërimi I votimit dhe shumë shpejt do të bëhet certifikimi I tyre pasi këto veprimet në PEZAP në Gjykatën Supreme mund të kalojnë shumë shpejt pasi duket që tani do të ketë shumë pak kundërshtime ose thjesht ankime I të cilat gjykata ka fatet kohore të cilat zbaton. Dhe formimi I qeverisë unë nuk jam shumë I shqetësuar a arrit marrëveshja tani për presidentin, për arsye se ajo është një fazë krejt tjetër. Çfarë është rëndësishme duhet të kemi një qeveri të shpejt, efektive, qeveri që I vën para duhet qeveri që të miratojnë buxhetin, pasi nëse kalon muj shkurt pas hyjmë një krizë po të buxhetit. Kjo është kriza më e madhe. E dyta, me votimin marrëveshje ndërkombëtare, duke përfshirë edhe marrëveshjen e arritur para pak ditësh në Davos të presidentes Osmani, si themelues shteti I Kosovës për herë të parë, është si shtet I ri, bëhet themelues merr pjesë si themeltar një mekanizmi, domethënë ku shtetet e reja e presin më shumë me durtrokitje të jenë pjesëmarrëse në themelimin e institucioneve ose një mekanizmi ndërkombëtar, domethënë të jetë pjesë përbërëse, pjesë themeluese. Pasi shtetet e reja kanë vështirë të antarësohen, po le mo të jenë pjesë themeluese të një po them përfaqësimi ndërkombëtar të rëndësishëm, siç është ky bordi I paqes. Dhe këtë këto duhet të bëhen sa më shpejt. Pastaj është fazë tjetër, të cilat hapësirë partia më e madhe në vend të lëvizjeve të vendosje, ka kohë për të lobuar, për të krijuar mundësi, për të ndërtuar koalicione, për të ftuar të tjerë subjekte, për të plotësuar këtë, ose thjesht kandidatët të cilët do të jenë përfshirë në garën presidenciale, po them jo nëpërmes votës qytetare, pasi është mirë që edhe ky fenomen të kthehet, siç e kanë Maqedonia disa vende të tjera, që të jenë në vot presidenti zgjedhet me vote të përdrejtë nga qytetarët, e lehtëson punën edhe të qeverisjes dhe duhet që kandidatët të organizohen për të pasur votat ose për të pasur ajo çfarë dihet tani një kandidat që është publik, që është publike që ka bërë, më thënë është zonja Vjosa Osmani, presidentja Osmani, cila ka synuar një mandat të dytë, por duket që nuk është e lehtë. Edhe pse ka rrethana në bazë të deklarimeve të partive politike opozitare sidomos duket se disa raste nuk shifre partitë politike kur janë para akteve të rënda nuk e thonë të fjalinë e parë, nuk është përgjigjja e parë, nuk është përgjigjja e fundit e partive politike. Këto që deklarojnë partitë politike tani. Ase për dekesa sa lë. Sigurisht ato sepse kur ka zgjedhje të rënda ose zgjedhje në krizë, është përdoret edhe diplomacia e rëndë e cila shkon në zyrat partjake dhe mund të ketë ndryshime për rrethana